Që e di që është ndërtu memoriali, por ka pas disa pengesa shkaku i disa problemeve të pasgjidhura të shoqatës në lidhje me numrin e dëshmorëve, por unë personalisht kom vendosur dhe kom mendu që është ma mirë me qenë gjithë së bashku në njëjtin vend se sa të ndoma si janë tash. Është një ditë e dëshmorëve të komunës, edhe gjithë shkojmë aty, i shohim edhe besoj që është ma lehtë për gjithë se me shku veç e veç. Po, a ka pasur dikush ndoshta prej familjes tuaj të afërt që e ka kundërshtuar këtë çështje apo keni qenë të gjithë një zëri? Prej familjes time kemi 3 dëshmorë, po personalisht për babin tim kemi vendosur unanimisht që me qenë në Vrellë. Normal që ka qenë rënd me hap prap njëtën plagë, unë e kom prap imazhe që i mbaj mend prej herës parë kur është Voros, prap njëta plagë që duhet nesër me i hap. Normal që ka qenë vështirë, po tash jemi rritë dhe kemi ndoshta ma lehtë se që ka qenë atëherë. Për neve është mirë se po mbyllet një gjatë që është dashur me u krye shumë ma herët. Ka 7 vite ose ma shumë 8 nëse s'gaboj që në ato varet hapura që e ndërtu prej shtetit dhe po besoj që kemi me qenë na ma qetë që mos me na hap prap lagë, që mos me u marë spaku me këtë pjesë edhe ata me pushu qetë, edhe familja kanë qenë të pajtimit që me shku atje, edhe një djali Agjit e Mrushi edhe familja e tij kanë vendosur që me e dërgu atje, sa do e vështirë që ka qenë. Nga cilat janë ndjenjat që ju shoqërojnë sot kur e dini që në një të ardhme të afërt gjithë dëshmorët përfshirë edhe baba juaj do të prehen së bashku në një kompleks memorial? Unë personalisht jam i lumtur që spakut po janë gjithë bashkë edhe është një arsye ma shumë që me shku atë ditë aty, tu i pas të gjithë jo që shkanë qenë ma përpara në datat të ndame të për secilin dëshmor, i kemi gjithë aty, për neve janë gjithë njëjtë. Për fund, nderuma, mendoni se krejt ky proces do të ndihmoj që në ruajtjen e kujtesës kolektive brez pas brezi lidhur me çështjen e luftës dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës? Po shpresoj që ka me qenë diçka e mirë për gjithë komunën, edhe pse ato vlera jënë zbej, jënë harru me kohë, në moshën që jo unë tash babi veç ka qenë dëshmor, edhe unë me shumë dëshirë me pa qenë atë kohë i kisha ndihmu, po sot jam një profesion tjetër edhe e di që jam i mangë në atë aspekt, sa mu i mi jep këti vendi, sa ka mujt edhe i ka jep aje dhe shokët e ti.